Përshëndetje, una jam administratori pasqeri Bletës, quhem Petro Kulas, me provoj 30 vjeçare biznes dhe pasqer. Sot ne do ndërtojmë tortën për pavarësisë kombëtare për 28 dhe 29 dhjetorit, ditën e flamurit, ku ne në pasqerinë tonë e kemi bërë si traditë. Kur ne po ndërtojmë një tortë me emrin e flamurit kombëtar. Vendosim qeshin vishnje për të ulur ëmbëlsirën e kremit që ne kemi ndërtuar me shije lule shtrydhe që ne i prodhojmë në zonën tonë. Zona jonë është që na bën lule shtrydhen më të mirë është zona e Kafaraj. Dhe përdorim dhe arrën tradicionale të zonës tonë që ullë dhe ëmbëlsinë e kremit që ne kemi ndërtuar. Kjo tortë, jo që prezanton simbolin tonë kombëtar të ditës flamurit, po edhe pëlqejet në shijet që ne kemi ndërtuar dhe ditë të zakonshme, kur ata kanë festa, klientë tanë që kanë festa familjare, për datë lindje, për sebepe. Tani erdhi dhe përfundimi i tortës 50% të berjes, që e ka emrin torta e pavarësisë. Kjo është torta e pavarësisë. Tani erdhi momenti përfundimtar për ta realizuar tortën në dekor, pasi ne i kemi përdorur gjitha shijet që vendosëm që i tham më përpara. Për dekor kemi përdorur panespanjën me shije portokalli. Urime dhe gëzuar festën e pavarësisë për të gjithë shqiptarët kudo që janë anë e manë botës.